Kjo është Katana Heroes vodka që i kushtohet herojt ton Agim Ramadani. Është kon bukur një kohë gjatë, më duket që djeve që kun fillu, e sot imi ka vazhdojmë. Për momentin jemi te produkti 12. Me thonë, më duket një kohë, është kon bukur një kohë gjatë, po mu më duket dyqysh e presune shumë shkurt. Më duket që djeve që kun fillu, e sot imi ka vazhdojmë. Për produktet para që ja kom nisë unë dashnia me Brina, me që tash jemi në vjeshtën e vonë, ku jemi furnizu edhe me mulla për Unikut, jemi në përpunim me Sipri, se baza e dashnisë me Brina është alkoholi që fitot nga mullt. E mullt jënë të Unikut, veç edhe pse më një pash e Unikut, pak e kom një farkrenarie, si baza e dashnisë me Brina për Unikut. Për momentin jemi të produkti 12, kuptohet një pjesë, ato fillestaret, kem sasi ma të mdoja që dashnia me Brina, vodkula, tugagjini, zona, janë që kemi gjithmonë stok në sasit mjaftueshme, po edhe këto sezonalet. Për shembull, rrushi, kumbullat, dardhat, i këto sasi ma të vogla, po kemi eksperimentu edhe me produkte pak ma ekstravagante. Një ndërtu është edhe një gjin me safran që kemi kriju dhe prodhu për një klient gjerman. A e ka me distribu, me shit në për resortet kur luhet golfet e një shkollë me njerëzve që kanë nashta pak ma shumë pare. Kemi eksperimentu sidomos që të vit edhe në diçka ka pjesa aperitivov, se kemi një klient gjerman, një kompani jashtë zakonisht serioze, që po tentojmë me zhvillu për ta disa brende, kryesisht aperitive, edhe ai po don me shit në për resorte ndryshme, në Karibik, në Dubai, Gjermani, në Zvicër, në për resorte me 5 yje, në për bare të mira, aperitiv po bio, që është nga një vokazime e po. Rrushin e kemë përfundu dje, tash jemi me mulla, që 2 javë, 3 javë, jemi çdo fund javë nga vjen nga një karkes, dikun 4.000-5.000 kg. Që tash i kemi edhe 5.000 kg me i blu, atëna me i po gati për fermentim. Edhe fund javës tjetër kemi prap me blu, besoj si ka fillimin në ndurit, përfundojmë edhe me mull, atëna kemi procesin e destilimit, që deri ka fillimi i marsit, besoj që i krymë gjitha. Në Kosovë jemi në shumicën e lokaleve të mira, po edhe në për marketet vogla, dyqane ma speciale. Po ashtu në Zvicër, një pjesë të zakonisht të mirë të lokaleve të barëve të njohshme në Corrije, në Gjeneve, në Basel. Në Shqipni, gjithashtu në lokale të zgjedhura, në kretë Shqipninë, sidomos në Tiranë. Tash jemi veç në fazën përfundimtare të marrëveshjeve për New York, që shpresojmë shumë se ose para Krishtlindje ose në fillim të vitit tashëm me dalë në treg edhe njëherë në New York, atë na ta shohim edhe në pjesë tjera të Amerikës, po kuptohet në sasi jo shumë mëdha, se na filozofia e kompanisë është çdo gjë që rritet në radius 50 km për një vokazit, vetëm ato i shfrytëzojmë. Këtë vit, shembull, kemi pas vit dopcaj për këtë frutave, se kemi pas një kohë të ftoftë në prill, ku i ka dëmtu shumë lullet. Edhe te kumbullat, te shërshit, te mullat, te dardhat, kemi si vjetë ngecje. Besoj si secili prej neve që, jo vetëm që kemi jetu jashtë, po edhe pjesa tjetër që jetojnë këtu, kemi mundësi jashtëzakonshme me promovu vendin tonë, bukuritë e vendit tonë, secili në ato që e bën vetë. Jo mundu me promovu edhe deri diku ku pas me të vërtet shumë sukses të huj që vinë këtu, po edhe të kontaktet që i kom kriju gjatë jetës teme. Pjesën natyrës bukur që e kemi na, mikpritjen, sidomos në tugagjin, kullat, bjesht që i kemi jo mundu në mënyrën më të mirë më i promovu, jo vetëm si diçka e bukur, por edhe shka mundesh me përfitu për tyne, në rastin tam shumicën e erzav, frutave të malit, lulev, i marr në bjeshtona.
pse mes me promovu një diçka që e kemi pej Zotit, pej natyre, e kemi tonën edhe t'jashtëzakonshme. Edhe se cili pej neve mundet me bo qështu si une, dozat vogla, bo të thëna një kombinimi madh i jashtëzakonshëm që mundet me ranë sy te turistat, te investorët potencial që jetojnë jashtë. Kjo është një pije Heroes Vodka, Katana Heroes Vodka që i kushtohet herojt tonë Agim Ramadani. Ideja ka qenë kuptohet me familjen e Agimit, me bo një produkt të jashtëzakonshëm që i shkon për shtati edhe Agimit, ekstrem i zërshëm u bo, ekstrem i veçantë, e jo vetëm produkti që është mbrana, se është një vodkë që është destilu 20 herë, edhe elbin e grunin e kemi marrë të në rreth erenikut, e kemi mill vetë. Shishja është e dizajnu në mënyrën më të mirë të mujshme, që simbolizën gujin e kufinit, dorëzën e katanës. Katana është një shpatë e samurajve, mirë po edhe një monedhë me ftyrën e Agimit, edhe me disa thonje që i ka shkru Agimi, i kom lexu besoj si gjitha poezi që i ka shkru Agimi ose tekstet për me gjetë një fjalë adekuate. Është e filtrune në tomë të dhis edhe në gurë çmueshëm të Kosovës. Qita janë disa prej gurëve që i kam dërgu me i testu në laborator në Gjermani, se si ndikojnë te filtrimi i alkoolit. Gjithë qitat të katrit edhe e filtrojnë shumë bukur, mirë po e merr edhe një karakter Kosovë. Ashtu qysh ka pas qef edhe Agimi. Një produkt shumë i zërshëm u bo, mirë po që e kemi bo me shumë qef, edhe po shpresojmë si para vitit të ri me dalë në treg. E lojmë pak surprizë edhe për shije, edhe për paketime, për gjitha që me pa shqiptarët në këtë botë me pas mundësi, nashta me pas një shishe t'jashtëzakonshme, me një histori t'jashtëzakonshme që i kushtohet një njeri t'jashtëzakonshëm me pas të paktën në vitrina. Tritë e Kosovës i kemi shumë të mirë, jashtëzakonisht mirë, e ju vyn vetëm pak një motivim i vogël, nashta edhe ka prind ose ka arsimi atë ku shkojnë shkolla, që ata me desht me çdo kusht me e bo jetën në Kosovë, me kriju një familje edhe me menu me kriju familje me jetu në Kosovë. Se është aja dhe uja asis një njeri që lind, në qatë vend që ka lind që ty me zhvillu jetën. Me kriju familje e jo gjithmonë me pas opcion vetëm largimin për vendit vetë. Se dalimi në mes Evropës, në këtë radhë Gjermani, Zvicër, Austria dhe Kosovës, po voli pej përvoje, është jashtëzakonisht i vogël. Bile unë kisha mujtë me thonë që ma përparsi ka Kosova për një jetë shëndetshme të mirë se sa Gjermania, se të paktën një liri e madhe ekziston hala në Kosovë në krahasim me vendet e tjera. Mërgjimtarët, nashta me marë mu shembull edhe mos mutut. Mos mutut, nuk im ka thëmë me rreziku, se nuk është dhe qështë rrezik i madh se fundit vantonin e ka vjen, e marrë dhe me provu, me kriju dishka këto, me provojnë që e kanë fitu jashtë, me dijen po edhe me pare që i kanë fitu, me arë dhe me ndërtu dishka në Kosovë. Kosova është një vendi nashta më i varfër në Ballkan sa e përket prodhimit. Në Kosovë prodhohet shumë pak, kryesisht është vend që importohet çdo gjë. E nëse secili ka një mundësi, me arë dhe me investu në prodhim këto, që pak a shumë më shku të e neutralizu importin, e pse jo edhe mos me eksportu si në rastin të alkohol. Unë jam Ali Aliaj, prej fshatit Nivokaz, themelus i destilerisë Vidasos këto Nivokaz.